Jo për me gjobit qytetarët, po për me stimulu qarkullim më të lehtë dhe më të shpejt në trafik. Një yellow box apo kutia e verdhë e cila përdoret shumë në Britani, përdoret edhe në vendet tjera të botës. Unë qysh në fillim faktikisht kemi pas strategjin për me kriju kuti të verdha në kryqëzime, sepse ndihmon këtë proces. Po e kam pas, po them, ekipën aty ligjore që më thëshin nuk e kemi këto pjesë të ligjit. Neni nuk është. Nuk është neni, nuk ekziston. Derisa e gjetëm nenin. Ja që e gjetëm nenin, që patëm mundësi me përdor edhe na mur 3 vjet, mirë po unë këto 2 ditë tash që vetëm se u është aktivizu, shihet dukshëm që faktikisht respektohet edhe i falenderoj qytetarët që respektojnë. Kjo është një ndihmës për vozicit, sepse tregon ma te kohën nëse mos hin në boks nëse se shet që s'munësh me kalu në anën tjetër. Pra prit kur lirohet ana tjetër, edhe pse është e gjelbërt, sepse mundet me u shëndru e gjelbërta në të verdh edhe në të kuqe e jetë në boks. Nëse jetë boks, atëre pason gjoba. Por kretë kjo është stimulim, jo për me gjobit qytetarët, po për me stimulu qarkullim më të lehtë dhe më të shpejt në trafik. Edhe tash ne e kemi instalu edhe Smart City, pra jemi qyteti i parë në vendin në rajon, ku qyteti inteligent, Smart City Poles, i keni pa këto gjelbërtat, që janë të instalume në gjitha pjesë. Janë funksionalizu, më thonë aty kemi edhe kamera, kemi tash edhe free wifi, pra interneti pa pare në krye qytet. Kemi IoT, Internet of Things, që tash edhe i monitorojmë edhe vjedhjen e kapakave këtyne të kanalizimeve. Keni pa që patëm... Ato me kombja, që qekshin ato bia. Tash e shohem, kemi fillu faktikisht dje me vendos senzora në përse cilin kapak. Kështu që tash e dim nëse po hec kapaki. Nëse hec kapaki, dihet që diçka nuk është në rregull. Edhe po them që kemi me pas gjoba të hatashme për ata që vjedhin. Do më thonë hala po vjedhin? Po, se i shesim për metal, për fat keq. Mirë po tash na i shohim nëse po hec kapaki, edhe i njekim ata që tentojnë me i vjedhë, sepse po them, para 2-3 dite ishte një aksident për fat keq një motorist që kishte ra kështu, e ka vjedhë dikush. Se ka vrejt që nuk ashtë.